Çfarë bëri Miloševiqi? Pra tha, mos keni asnjë shqetësim, tha. Problemi shumë i qartë, ju shikoni, tha. Me ato lekë, tha, unë realizova shpërbërjen e Shqipërisë, tha. Me ato lekë, tha, bëja luftë civile në Shqipëri, tha. Edhe me atë gjithë kam bërë Shqipëri, tha, që me skuadrën gjatare, tha, unë brita 24 orë Durrës. Si tha, me skuadrën gjatare? Me skuadrën gjatare, unë brinë në Durrës. Te e tha në parlament? Parlament, sepse nuk kish më ushtri, s'kish më kufi, s'kish më kufi, dhe agenturat e huaja hidhin valle mes Tiranës. Në 92-shin e tha këtë? Po. 92-shin? 92-shin. Po, dhe ju ndoqët gjithë të gjithë kam ndjekur. Në parlament, live? Komplet kam ndjekur, kam të gjithëzuar. Wow! Dhe, po pasaj, çfarë ndodhi? Dhe pasaj ndodhi që reagimi në Shqipëri, ju e dini që me minus, jo me zero lart fare, dhe në vazhdimsi, ish kuadro të shtetit shqiptar të pashëm, të përgatitur e të bashkëpunim me këto vende, krijuan Gjallisën, Vefën me radhë dhe nuk u çudi që po të shikosh me radhë kush ka qenë këto tyre, kanë qenë o ushtarak ose kaptenat e ushtërisë. Po çfarë ishte kjo? Se kishte punuar me kohë UDB-ja. Edhe i rekrutoi? Kishte punuar me kohë UDB-ja. Po Berisha ka thënë që ato i krijoi sigurimin e shtetit. Shtetet e fuqishme, si CIA, M16, inteligjenca quhet e Francës, KGB-ja, UDB-ja, Greqia, punoi sot për 50 vjet. Të rekrutoi sot dhe të përdorin kur vjen koha mas 50 vjet, 40 vjet kur vjen koha, kupton apo jo. Masi të ka bërë gati dhe vjen koha përshtatshme dhe nxjerr skem. Kupton? Pra nuk është rastësi asgjë. Në Shqipëria kryesisht agenturat janë në Francë. Atje ku dhe arsimoshin pjesë ose u çonin njerëz të tyre. Nuk do të them me emër, po shumë i tyre kanë qenë në drejtimin dhe janë në drejtimin e Shqipërisë.